do të ketë rritje të pagave 50%. Dhe kjo do të jetë e përhershme. Nuk do të jetë veç ndihmë në kvotë fushatën e zgjedhore. Do të jetë e përhershme që qytetarët e Kosovës kenë planifikim dhe kenë parashikueshmëri. Dhe kjo nuk i bjen që punëtorët e Kosovës, sektorit publik, ta morrin një pagë më shumë në vjet. Po kjo i bjen që t'i morrin 6 paga më shumë. Dikush që ka pagën sot 900 euro, i bjen që mi morë dikur 1.350 euro me rritjen e pagës. A që ka 800, i bjen mi morë 1.200 euro. Do thotë do të ketë rritje të pagë. Do të ketë rritje të pension për gjitha kategoritë. Edhe pensionistët kontributantës, edhe pensionistët e moshës, edhe familjet e dëshmorëve, edhe invalidët e luftës, edhe veteranët, edhe personat paraplegjik, tetraplegjik, edhe viktimat e dhunës seksuale dhe gjitha kategoritë që përfitojnë prej buxhetit të Kosovës do të kenë rritje të përfitimeve të tyre për 50%. Dhe do të ketë edhe beneficione tjera të familjet e dëshmorëve. Nuk do t'i detyrojmë me zgjedh mes pensionit të dëshmorit, apo me thonë i ki 3 dëshmorë të vetëm për një, se të ke fundit kjo nuk është ekuivalent i asoj që kanë dhënë ata për këtë vend. Është një lloj kujdes i shtetit në raport me kontributin e këtyre familjeve. Dhe normalisht prindërit tyre që takon pensionin moshës do ta gëzojnë edhe pensionin e moshës.